që nga bizneset, që nga biznesmenët kush janë. Po më s'ke nevojë, nuk po them që është e mirë. Nuk po them që është e mirë, për ekonominë ndoshta është e mirë. Po, se sti merr lekët gjermani, nuk i sekuestron atje, pakti i ke këtu, i ke tulla llaç. Është tjetër sa i zoti e ti t'ja sekuestrosh e konfiskosh. Ky është debat tjetër. Në botë kuptimin tim. Kështu ka ndodhur në Turqi, kështu ka ndodhur në Itali, ka ndodhur kudo. Nuk ka ndodhur nuk janë budallë ata që ngarkesat më të mëdha të drogës nuk presin sa ti sjellësh deri këtu, pjesë më të madhe e mbajnë atje. Jo se do e shpërndajnë, nuk janë shpërndarë. Në Turqi janë bodë, në Turqi, Itali, në Turqi janë bodë, komplet rezortet dhe janë bërë dhe filma. Jo filma, nuk e di. Mos e banalizo, se po flas tamam. Por kur po e banalizon ti, kështu janë bërë. Po kur e ke parti përfaqësuesin e Sinaloas të hyj publikisht në zyrën e Erdoganit, thonë hajde merrni një kazino. Politikën turke. Pa atë kur se marr ku e di. Prit. Kjo është relativizosh pra. Nuk po relativizoj. Po s'po them se është gjë e mirë more. Unë thash që është gjë e mirë, gjë e bukur. Jo, është fakt, kjo, se këtë po them. Është fakt. Nuk ndodh që një përfaqësues i lartë i krimit të hyjë në një zyrë kancelarie në mesditës. Nuk ka qenë. As të Erdogani, as të Meloni, tani mos ta bëjmë. As të Merkel, shpallën brapa kjo. As natën s'ka kjo ditën të vendit. Ka qenë gënjur ti. Tani se di gënjur apo pa gënjur. Atëherë s'ka pas ti thua ka prit Rama për biznesmen serioz. Me logjikën tuaj, i bir Rama duhet kishte fut në zyrë për shembull. Ai doli në televizion tha që do bëjë një Beqen që sot është prapa hekurave, as tjetër e tjetër. Me logjikën tonë s'do të kishte hyrë as Rama në zyrë. Na kesh të qartë pjesën e Rama nuk e morën vesh, është bandit sot. Mirë pra mirë. Po në këtë koncept i bie se me logjikën tonë, me që ti nuk je dakord. Rama dhe kur ishte kryetar prit një sekond. Rama dhe kur ishte kryetar vogël me ju. Po se kur je pa kuptueshëm, Rama edhe kur ishte kryetar bashkie, para kryeministër, me bandit rrinte mes ditës këtë Tajvani. Po. Rama nuk është shoqëruar ndonjëherë me njerëz biblioteke, që ta kesh qartë pjesë. Me drejtorat gollin me Këta i ka urry Rama. Po. Rama me këta tjerë shoqëroi. Ato hyrën në shtëpi dhe thoshte pasi para ndërtim e kanë vendosur autoritetet e huaja herë që është fakt. Me sondazhe, me të gjitha e kanë provuar dhe kemi kohë. Kjo nuk është një çudi. Me këto sondazhe me raportet, me lytet menç. Jo sondazhe kështu, jo sondazhe me demokracia e Zalosës. Ora ti ke kurrë aty më me sondazh. Është me raport, po them. Jo me sondazh që pyesin njerëzit, është me raportet e huaja. Ai bën raport për veten. Po pa kanë. Ne kemi raporti jonë janë ku. Po them një sekond. Çfarë nevojë kemi ne për raportet? Ti korrekt je këtë tëndën. Po fshihesh pas letrave, ndërkohë që vetëm gjatë javës fundit janë 10 plus 20, janë 30 vet arresti. Po. Nga SPAK. Nga do që kanë ardhur nga jashtë. Një sekond. Pse këtu desha me tak pra. Nga këto 30 vet arresti, një sekond, mos do këtu jemi. Këta persona që kanë emra të këto 30 vet arresti, janë sot dhe ata që kanë dalë në dos që akoma s'kan vet arresti, por që ne kemi lexuar dosit, janë sot për të mostruar të vetvet janë ndërtuesit kryesor të Shqipërisë. Ta tip Augustit kryesor të Shqipërisë. Ta janë. Këtu jemi në kuadrin e piramidave të 97-s. Ka rënë Sudja Rame dosin e parë, Gjaferi me dytën presim dhe vefen. Ti më thua mua janë raportet. Ty të ka rënë ekonomia, çfarë ke ti përveç ndërtimit të Tiranë, breakdancet dhe fotovoltaikëve në Shqipëri? Ty të ka rënë ekonomia. Po do dalin sa tjerë, mo, si këta. Si do dalin? Gjysmën dolën pandemia. Janë dhe 20 tjerë. Tash pritet gjysmën që se din ku e kanë. Po do i marrin të tjerë në dorë. Ty të ka rënë ekonomia, do të thonë nuk është ekonomi që ku e din të Rama në atë kohë. Se më Rama në Aruba, një sekond, Rama Angela Gaçin një sekond, Rama Angela Gaçin në Aruba e çojnë në bibliotekë. Kazinoj që si ka shku Angela Gaçi pa urë të Ramës në Aruba? Edhe këta erdhën dhe investuan pa urë të Ramës, Si? Pa firmë në Rama. Ja, po t'jap një detaj. Miku më i ngusht i Angela Gaçit, generalisi ka bërë burg në Itali. Pra ato gjëra që ka bërë me Angela Gaçi në Shqipëri. Dhe ndërkohë, ambasada italiane jashtë kamrave, po e filmuar me celular, e nxorën dhe pastaj e fshin kur e publikuam ne, merr dhe e dekoron mikun e generalisit. E ka dekoruar Angela Gaçi. E ka dekoruar. Edhe ishte edhe ky Dalema, ky që vjen me mbledh 5 lekë këtu, ishte edhe ai në takim. Rama ishte, ajo ma Angelit ishte, kjo me Reskoveci. E kupton të shkon në ambasadën italiane, plaga e Angelit me shami dhe merrte dekoratën. E miku të generalisit, ndërkohë generalisi ishte në burg. E ti më thua mua, Rama se dinte.
Rama e dinte më, por Rama s'ka kishin Rama po shikon që këta ndërkombëtarë. Se them do të fakt. Kur këta ndërkombëtarë e dekorojnë. Kur këta ndërkombëtarë e dekorojnë, thotë normale është, trafiku me ta po e bëj. Mirë, pra, dakord. Okej. Rama se dinte thotë. Një problem, mund ta dinte. Një problem i madh atë që hasu në këto lajmet e fundit është e para njëri që jo vetëm se këto, por të gjitha çka kanë ndodhur janë gjëja që masëron më shumë dhe që është gjë më e pavërtetë dhe është realisht është fyse për publikun kur kjo dyshimi e dinte se dinte. Pse më për Gysagasi nuk e dinte që e kishin eskort? Po, dinte. Po atëherë ç'është kjo se dinte? Gysagasi e kishin eskort. Nuk thash atë. Nuk thash më dinte për sa kohë kishin eskort, nuk thash atë. Unë po them, nuk pse se di ai ka pas se ka njoft Arturë, siç e njohin gjithë fundi, a kupton? Se një vetëm Rama. Tani nuk e këto vëllezërit Osmani të ti një vëllezër Osmani, ti një vëllezërit Shabani. Nuk ka rëndësi tani ne po flasim ky sistemi që është ngritur ose është trashëguar. Ora tani edhe tanit edhe mua na ndodh. Që quhat në burg, që kanë telefona. Sa mbyllin videon me Ramën, na marrin edhe na tregojnë gjithë qef që folën me të. Po mirë, dakord. Nuk e di Rama që Rama ku qoftë ato që na tregojnë. Rama e di në biblioteka ta? Jo, absolutisht. Ç'po them që unë. Po nxirrin, pse si nxirrin? Me them, duhet më faktu. Se kështu flasim, ore, ore dakord po e themi. Aruba a doli vlla. Gysagasi, atë doli. Një sekond. Gysagasi, atë doli. Kullat e Tiranë. Unë thash kur atë doli. General Lisi, atë doli. Ka pas debat parlament se ishte edhe Damjani, do të marrim vesh ka qenë. Aty do kapësh. Damjani ka qenë as ka qenë. Damjanin e kemi me Gonigalin ke arat e kanabisit. Në Aruba jo. E ke, unë po them këtu ku e di ku është. Ah, okay. Mirë, okay. Edhe e shantazhojnë me atë video të shkretën. Po. Okay. Damjani e kemi Qarës me Gonigalin ke parcelat e kanabisit. Ka pas mbellë. Se është Damjani problemi është i madh Ti tash ti më thosh po Damjani doli. Ore ke Rama ti po Damjani. Për Damjani kemi thënë një çështje që ka qenë Aruba. Ore me Rama ç'pur kemi ta. Nuk është tani, po kështu pa të presë. Po kështu pa themi se me Neo Malsoren me. Ore gjitha kullat e Tiranës kush i ka dhënë? Rama pra. A janë bërë pas takimit të Arubës? Ato ku i gjeti keca. Edhe para pas. Do vazhdojnë të bëjnë. Pas. Rama. Para pas të do vazhdojnë. Çfarë nevojë ke për prova të tjera? Kur ne thonim paratë e krimit po investohen në ndërtim. Po. E kam thënë unë çfarë? Kur ke thënë? Tut e ty, 20 herë. Ktu ke thënë ti. Pa i gjetur të gjitha aty të nxjerr. Ore, e kam gjitha vitet aty. Un kam thënë dhe pse s'vepron Spaku. Unë do vi, unë di. Spaku s'ka mas shpime, jam me qera. Jam ta them. Unë e di shumë. Se kisha hajde detë në një nga këta. Unë e di që do vi. Edhe devijoja. Unë e di që do vi momenti shumë shpejt. Kur të më shoj